Faktikisht, adhurim është ti me shku në punë me punu. Adhurim është me ndihmu tjetrit. Adhurim është ti me u konë sebeb me u maru një qerë dhe një shkollë. Adhurim është me konë sebeb me u maru një spital. Adhurim është edhe namazi. Mos më keq kuptoni, asë njëherë nuk jam kundër namazit. Kulminacioni i adhurimit. Amo ju me reduktu adhurimin veç që kjo me shku në xhami edhe qash na jena muslimanët më të mirë. Jo. Prandaj na nëse mendojna që veç tu shku në xhami, edhe kënina as nuk jena njerëz që i shërbejmë shoqërisë, as familjes, as prindërve, nuk jemi musliman të mirë. Që ky adhurimi që shkojmë në xhami duhet përkundrazim me na i shtu halo më shumë dëshirën edhe vullnetin, motivin që na me bon vepra halo më shumë të mira ndaj të tjerëve, mirë shërby të tjerëve. Çka tha pejgamberi alayhis salam, njeriu më i mirë është ai i cili është më i dobishëm për të tjerët. Nuk tha njeriu më i mirë është ai që shkon rreth në sejdë në xhami. Muslimanët e porë që tash na livdohemi me ta edhe i përmendëm që kanë qenë shkencëtar të mëdha, kanë zbulue, çka pas kanë bo ata? Përveç namazit, ata pas kanë studiue, kanë shkollu, edhe halo shembuj për i mormi tash ata. E pse tash s'po kanë një musliman që prodhon, studion, ose kanë në numër shumë të vogël? Sepse na e kena reduktu adhurimi i Allahut është veç me u fol. Jo, adhurimi i Allahut është edhe dituria. Ikra. Lexo, të tjerët e kanë marrë fjalën lexo edhe kanë vazhdu. Të tjerët janë duke praktikuar këtë pjesë të Kuranit më shumë se sa muslimanët. Fatkeqësisht, vetëm atëherë kur do ta kuptojmë se kur ta adhurojmë Allahun dhe ju shërbejmë të tjerëve, do të jemi musliman të mirë, vetëm atëherë do të kemi sukses. Nëse përkufizojmë që vetëm me shku në xhami dhe me adhuru Allahun dhe mjafton dhe asnjë shërbim ndaj familjes dhe të tjerëve, atëherë jemi në këtë gjendje që jemi. Allahu na